Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për gjitha mirësitë e tij, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Në javën e kaluar në ligjëratën tonë para hutbes, kemi filluar të trajtojmë një prej kodeve të mirësjelljes, nga se kjo është tema të cilën jemi duke trajtuar, kodi i mirësjelljes. Dhe kemi trajtuar kodin e mirësjelljes ndaj një grup moshe të shoqërisë shumë të veçantë. Kemi folur për trajtimin kuranor të jetimëve, si e trajton Kurani çështjen e jetimit. Dhe me që është gjuhë bukfale jetimi, ne nuk mund se s'kem shprehje në gjuhën tonë. Nuk kem shprehje që me zavendësu me diçka. Për atë arsye këtu do të milon në originalitet. Sukur që është telefoni. Hadi ta përkthejna shqip, se kjo s'është emri jona, po, edhe kompjuteri nuk është joni. E qysh me përkthy e lën në originalitet ai kuptohet mirë. Prandaj që kjo është rregulli i koncepteve paron siklet dikush. Po dal pak për temës, se ka nevojë kanjëherë për vetëdisim, disa të ashtu quajtur që i konsiderojnë këto barbarizma, domthonë për mi hiq këtë terminologjitë me pastru gjuhën shqipe për terminologjive arabe, çka na kanë sjellë? Me çka i kanë zavendësu? Me të hujat. Latine, greke, angleze, evropiane, e kështu me radhë. E tash, ama letë e kem na me njoft, mi thonë haqit haqë, apo peligrinazh, që s'fis për shtatët e. Kështu që edhe jetimin, edhe nëse mundohet dikush më na i pruni shprehje, nuk kem. Sepse gjuha arabe vëllezër, s'është fjala jam kjo. I ka 12 milion fjalë. Mone men ju të rritë. Gjuha arabe i ka 12 milion. Na fjalor tonë i kemi 40.000 fjalë. Gjuha angleze, që aty të 1 milion që i sillet. E llogariti ku janë gjuhë tjera. Që kjo është gjuha arabe? Që kjo është gjuha Kuranit? Se Allahu është krijuesi. Me pas thonë që ka një gjuhë tjetër ma me vlerë se gjuha arabe, në çat gjuhën kishte zbrit Allahu Kuranin. Por mos me dalë shumë për temës, jem të folë për trajtimin kuranor të jetimit. Në radhë parë, sot do të flasim për trajtimin e jetimit në hijen e thanjeve profetike. Çka flet pejgamberi son për jetimin? Në radhë parë vëllezër, e kemi shpjeguar në javën e kaluar, po ja vlen me përsërit kush është jetim. Kemi thënë jetim është tek njerëzit ati që i vdes baba para se me hi fëmija në moshën madhore. Si tin në moshën madhore, në byllëk kalon pra pubertetin, ai nuk është më jetim. Tek ne e dim që deri vën i thonë jetim, madje edhe ati që i vdes nona i thonë jetim, po fetarisht që kjo është. Tek kafshët dhe te shpenzet është e kundërta. Jetim është ati që i vdes nona. Te kafshët dhe te shpenzet të qështu. Tek njerëzit, qështu njihet, ati që i vdes baba. Pra, duke u nis nga ky koncept, jep me kuptu që Islami ka dhënë një konotacion të veçantë trajtimit të jetimit. Allahu xhelle xhelaluhu çështjen e jetimit fillimisht na ka përkujtuar në Kur'an që edhe vetë pejgamberi i fundit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë jetim. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në suratul Duha, Elem yejidke yetimen fa awa. A nuk të gjeti ty ai Allahu jetim dhe të strehoj. E qysh e strehoj? Por ju e dini që Muhamedi alayhis salam para se me lind, duke u ngjiz në barkun e nanës i ka vdek baba. Pra, ende pa lind i ka vdek baba. Nana i ka vdek moshën 6 vjeçare. 4, 5, domethënë që aty sillet. E tash, Allahu po thot, a nuk gjeti ty jetim dhe Allahu të strehoj.
Pra pas vdekjes së prindërve, Allahu xhalla xhelal ja ka mush menën gjyshit të tij me u kujdes për te. Abdul Mutalibi është kujdes. Me vdekjen e gjyshit, pastaj ka kalu te axha e Butalibi. Derisa është formu dhe ka fillu domethënë jetën pa hyrë në detaje. Pra e rëndësishme është që Allahu xhalla xhelal na përkujton që vetë pejgamberi sa ka qenë jetim, prandaj thonjit që i ka thonë përveç që në shpallje, jenë edhe praktike jetës së tij. Të ndershëm vëllezër, përkujdesja ndaj jetimve është prej veprave më të dashura që na afrojnë tek Allahu xhalla xhelalu. Pra, nëse dën një punë jashtë farzeve, jashtë shtyllave islame, se në radhë parë, numër 1 në vijen e parë janë farzet vëllezër. Këta kemi kuptu, mas kësaj nëse dën mu krenu me një vepër te Allahu, është kujdesi për jetimet. Nuk ka vepër më të dashur tek Allahu xhalla xhelaluhu se sa kujdesi për jetimin. Po mundohna duke i cik disa fakte dhe duke i shoqëruar ato me realitetin se si realizohen ato. Të ndershëm vëllezër, kur ka fol pejgamberi alayhis salam për çështjen e përkujdesis së jetimit, ka dashur mune parafru pamjen në mënyrë praktike. Në hadithin e Sahel bin Saadit radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi sa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Unë dhe ai që kujdeset për jetimin në xhenet jemi kështu bashkë, afër. Pra, thonë dietarët islam, me këtë thanje pejgamberi alayhis salam ka dashur të na thonë që çështja e përkujdesjes së jetimit është një standard, është një vlerë që kom ju kthy. Ai mund, ai sakrificë, ai investim kom ju kthy e pos tjera është cili prej neve edhe të tjerëve nuk ka qef me kon bashkë me pejgamberin alayhis salam. Qoftë afër me hin xhenet me ta, qoftë që shoqërohemi kohë pas kohe, sepse pejgamber kanë një pozitë veçantë në xhenet. Por tërësia e mesazhit është ai që kujdeset për jetimin i garantohet xheneti. Që kjo mesazhi që flitet në këtë hadith. E këtu tani në mënyrë praktike o vëllezër, para se të qasëm thonjeve tjera që na flet pejgamberi alayhis salam, duan rrafshin praktik sa kushton pare investim mu kujdes për një jetim. Një kafe e mëngjesit. Kur gjë më shumë. Veç një kafe të mëngjesit, 5 që i pinti, në ditë, njonën leje e këshyr një jetim në mujt pa problem. Shumë thjesht. Shumë thjesht. Një kafe, shmange, ditës, po thëmë krejt, se unë jem të folë me realitetin e gjumës, sa kafe po i pinti, një sondazh të shpejt po i bojmë, 3, 4, 5 që aty pari dikun, njonën për tyne, qiten konto që atë, dhe më thonë njonën për kafeve, të fund të mujt, një 40 euro i të bonë. Qikaq. E logaritni tani, sa se vapi na vjen që do t'i cekjo. Vëllezër, me u kujdes për një jetim, është pak. Tani s'po hiju në ndolluk se të tepër ta, që ato i teprojmë tani, ato në ekstra. Po themi një kafe, së jem të vull për kafe në Evropë, sa e kushton më shtrejt. Po, jem të vull për kafe në tonë. Një kafe të na, e këshy një jetim pa problem. Dhe më thonë, qoftë bashkësia islame, dhe më thonë, bereqeti, shoqata bereqeti që i kanë kujdesi jetimët, qoftë të tjerët ose ti një tafër që e ki, pra pa hargju, jo ekstra diçka, sepse jetimi jetën me ato që jetojmë edhe na, edhe në fund të jetës krenohesh para Allahut xhalla xhelaluhu me përkujdesin për jetimin. Të ndershëm vëllezër, shpërblimi për kujdesin ndaj jetimëve është shumë i veçantë, që nuk ka ardhur një shpërblim i tillë për ndonjë vepër të ngjashme humane. Është një orë hadithi e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku ka thënë pejgamberi sa es-sa'i lil armalati wal masakin. Ai që mundohet, kujdeset për gratë e veja, edhe për skamnorët, e ka shpërblimin e luftarit e mujahidit në rrugën e Allahut. E ati që falet natën,
e ati që agjeron ditën. Qështu ka ardhur në qëtë hadith. Nuk ka, thonë dietarët islam, nuk ka ardhur në ndonjë thanje një shpërblim i tillë për një vepër humane sikurse kjo. Llogaritni të ndershëm vëllezër, po themi një kafe me lanë ditë, në kohën e sotit po flasim, po flasim të babgjyshat tonë, kohën e sotit. Një kafe me lanë pak më pak, domethënë ditë, me marrë që shpërblim. Shpërblimin e luftarit në rrugën e Allahut. E ju e dini çfarë shpërblimi ka luftari në rrugën e Allahut. Luftari në rrugën e Allahut, pika e parë gjaku që i del, ja fshin këtë gjinohet. Ti e ki çat shpërblim. Ka thonë pejgamberi sa luftari në rrugën e Allahut, ose ai që është në luftë, pluhuri që ja kap këmbë, nuk e prek zjarmi i xhenemit. Ka ardhur në hadithin tjetër. Ka thonë pejgamberi sa mjafton për ata që është në luftë, sprovat e plumave edhe shigjetave që i nin mjaftojnë për sprovë që mjafshi gjinohat. E shumë shpërblime tjera, ti që ato i ki, veç një kafe që ke lanë. Kjo është një, së përfundon me këta. Tani ti e ki shpërblimin e ati që të natën falet namaz nafile. Të natën, llogaritni sa argumenti ka ardhur për ata që falë namaz të natës, çfarë pozite ka namazi natës të Allahut, ti veç që kujdesesh për hetimin e kishë shpërblim. Po jo vetëm kaq, e ki shpërblimin e agjerusit që agjeron ditën. Llogaritni dita e gjatë, edhe e nxehtë, edhe vështirësia, edhe është në furt bukës ai të punu, ose është punëtor fizik, krejt çat lodhje që e ka, ti e ki shpërblimin veç që kujdes për hetimin. Çka më shumë? Çka më shumë vëllazër? Për atë arsye kanë thonë dietarët islam, ai që e ndëgjon këtë hadith, kështu kanë thonë dietarët. Ai që e ndëgjon këtë hadith është motivimi më i miri me vendos çaty për çaty, du me këshyr një jetim. Mos me lëshu shansin. Prandaj edhe unë po du me bë thirrje vëllazër. Jo vetë shpjegim, se unë e di që ju keni një për jetimat, po doj me vendos sot në këtë ditë madhe, qyshum ka shumë mund këtë kjo kohë, mos me gjetë një jetim venin tem, tu e di që me qindra mija na kemi jetima. E tani, na nëse s'kujdesmi, ka mu kujdes dikush tjetër. Nëse api muslimanve, ta ka marrë se vapin. Po nëse s'është për muslimanve, ai nuk ka me këshyr që shkimi këshyr ti. Ai tani jam jellë kulturën e vetë, edhe kjo s'do mend. Për atë arsye mos e çudit që po ndryshojnë gjanat, po ndryshon rinia, po ndryshojnë pse? Çka i ke dhënë ti jetimve? Atyne që jenë myt, në Drenicë, në vende tjera, edhe në vendin këtu, edhe në rrafsht Kosovës, po masovikisht po them. Në vendet ndryshme të Kosovës, me mija që kanë me gradë veja me fëmijë. Andaj të ndershëm vëllezër, pra, përveç që është ligjërat inkurajuese, është edhe vetë disuese. Nuk është vënë asnjëherë. Jetim ka gjithmonë. Ka edhe jetim të luftës, po ka edhe jetim kështu, do thotë që i vdes prindi, domethënë gjatë jetës. Po ashtu të ndershëm vëllezër, dietarët islam thonë, duke i trajtuar faktet, argumentet, këshillat profetike, ai që kujdeset për jetim ka bereqet në shtëpinë e tij. Ka razillak në shtëpinë e tij. Ka harmoni në shtëpinë e tij. Ka të mirat shumëta në shtëpinë e tij. Ka me sjell Allahu mirësi që unë po du me sjell një prej argumenteve ose po e trajtoj se çfarë bereqeti sjell. Në radhë parë, për kujdesi për jetimet, e zbut zemrën. Sjell mëshirë, e zbut zemrën. Çka i bjen me zbut zemrën? I bjen pra me kthy Allahut. I bjen pra me u pendu. I bjen pra me kon humanist, me kon i kujdesshëm ndaj të tjerëve. Ebu Darda përcjell një hadith, thotë se ka ardhur një burr te pejgamberi alayhis salam dhe i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, më ka forcuar zemra." Kur të forcohet zemra, cilat janë sinjalet të vëllezër? Kur të forcohet zemra është mos meni për kërkon hiç. As mos meni që sot është ditë e xumë, as mos meni që ki prind, as mos meni që ka të varfër, që kjo është me të forcuar zemra. Ka një person thotë: "O i dërguari i Zotit, çka më bën se më ka forcuar zemra?" I ka thënë: "Mëshiroj jetimin. Fërkoja kokën, ledhatoja kokën e jetimit dhe ushqeje jetimin me ushqimin që han ti." Kjo, i ka thënë, kjo
ta zbut zemrën, sjell mëshirë, edhe kjo ti te kalon sfidat që ti e të përballë me to. Dëgjoni vëllezër, ti te kalon sfidat që ti e të përballë me to. Cili pineve nuk ka sfida në shtëpi. Këto tani dietarët islam e kanë trajtuar në dimensione të shumta që të thanje profetike. Pra në radhë parë, këto hynë me terminologjinë e kohës, krizat mentale, problemet e shëndetit mendor, stresi, ankthi, problemet depresive, shqetësimet, problemet në familje, mos rrezillaku në familje, nuk ndëgjohet prindi, madje i kanë përmendur edhe smundjet. Pra, kujdesi për jetim është rezultati i shërimit. Edhe këtu po du me cik një thanje që është tash, domethënë që ka ndodhur në këtë kohën tonë, po tregon një çift në tokat arabe, një çift po tregon, burrë dhe gru, thonë ka shku gruaja me lind. Edhe pse është paralajmëruar gjatë shtatzanisë që fëmiu ka deformime, ka probleme. Masi ka lind fëmiu, ka lind çashtu, domethënë me deformime, me probleme. Edhe është normale që prindët të mërziten, të shqetësohen, sidomos nana për shkak të dhimbshmërisë dhe emocioneve që ka. Afër dhomës thonë çiftet po tregojnë, afër dhomës ku kemi qenë ne, e kemi pa një fëmijë të vetmuar, të braktisur, pa kujdesje. Edhe e kemi pyet stafin, kush janë prindë e këtij fëmijë? Na kanë thënë që është fëmijë i braktisur. Po besoj që për të moshunit kjo është çudi pak, e për të rit kjo është këtë normale. Na fëmijët braktisur po gjojnë atë kontë të bërllogut, apo? Te konta e bërllogut po gjojnë fëmijët braktisur. E për në spital mos po flas hiç, qoftë te na që në vende tjera. Pra është një realitet. Kryesorja, kjo gruaja po i thot burrit, me që na e kemi fëmijën të smut, edhe na duhen ndoshta muaj edhe vite, mu kujdes me na në spital, a e marrmi na këtë fëmijë edhe kujdesmi për ta. Këta po të regojnë. E këtë ngjarje po tregon një hoxh, një dietar. Këta e kanë marrë fëmijën, e kanë çunë në shtëpi dhe pe trajtojnë si fëmijën e tyre. Fëmijë jetim, se nuk po dihet tash fati a ka prind as ka, edhe pse ai e përmend gjatë tash po kujtohet që janë aksidentu prind e fëmijët. Domos s'ka prind. Edhe e ka marrë spitalin kujdesi derisa të rritet pak. Kryesorë e kanë marrë për jetim. Këta po tregojnë që sa jemi kujdes na për te, fëmijët tonë në spital ju ka rregullu gjendja. Sa jemi kujdes na për te, kohë pas kohe, fëmijët tonë ju ka rregullu gjendja shëndetësore në spital. Pra, gjendja reale vëllezër, edhe këto ata që mirën me jetima e din mënyrën praktike se vërtet kujdesi për jetim sjell bereqet edhe sjell begati në shtëpi. Po ashtu të ndershëm vëllezër, pra sjell qetësi. E gjithë ne kemi nevojë për qetësi. E këtu e ditë të u lidh me ato faktet e mëhershme, thonë te pejgamberit alayhis salam më herët, që çfarë shpërblimi ka për kujdesin e jetimit, gjithmonë ndërlidhjet ana e mbrëmshme jona, besimi ynë, po edhe emocioni jon, me një vepër humane që jetu e bë për të afruar te Zoti i Madhreshëm. Andaj të ndershëm vëllezër, pra për kujdesi për jetim është për te një humanizmi, është për te një vepre të mirë. Përveç që afrohesh te Allahu, kujdesesh për një grup moshe të shoqërisë që më së shumti kanë nevojë për përkrahje. Këta janë jetimët. E pastaj ne në mënyrë individuale kemi nevojë mi të kalu hallet dhe sikletet tona. Cili pi neve nuk ka probleme? S'ka familje pa probleme. Sidomos në këtë kohë vëllezër që gjërat kanë ndryshuar në mënyrë bazike, mos respektimi prindërve, shqetësimet e shumta, mos respektimi mësuesit, mos respektimi fëmijët, e të gjitha ato që i kemi numëruar ligjëratave të kaluara. Pra po duam diçka që neve na përmirëson gjendjen. Kujdesi pra për jetimin. Prandaj, po kthehena në bazën e thonjes. Ai që kujdeset për gruan e vej, këtu ka ardhur gruan e vej. Pse dietar tani kanë lidhur me jetimin? Sepse gruaja e vej ka fëmijë. Edhe ka jetim. Prandaj duhet të adaptohemi të ndershëm vëllezër, pavarësisht angazhimeve tona, sikur që kam thënë edhe në disa ligjërata më herët. Pavarësisht angazhimit ton,
duhet mu marrë me disa punë kolektive, të cilat neve, përveç që na sjellin, na gjenerojnë sevap, shpërblim, njëkohësisht është një qetësi. Pra, pjesëmarrja në përcjelljet xhenazës, në varrime, është shumë sevap i madh, po është edhe një relaksim i madh, është edhe një vetëdijsim i madh, është një stacion i cili neve na përkujton se s'kiqare pa lënë punën. Na po janë kohë me gjithë. Se tash, domthon, që kjo gjendje është si në Evropën perëndimore, si te na kriza e kohës, s'kemi kohë hoxh, domthon kjo është evidente edhe tek ne. Pra, gjej kohë me marr pjesë në varrim. Shpërblimi është shumë i madh, po njëkohësisht ndihmon në çit aspekt. Po gjej kohë mu kujdes për një jetim. Gjej kohë me shku me vizitu në familje që domthon ka vdek baba fëmijëve ose gruaja është pa burr. Sepse krejt këtu pra arrin tek një shpërblim i tillë i madh. Të ndershëm vëllezër, për ta përmbyll këtë ligjërat, sepse shumë çka ka për thënë, le të jetë për kujdesi për jetimet një prej projekteve tona jetike ose të jetës tonë. Ne në jetën tonë duhet kemi projekte të jetës. Le të jetë projekti i jetës ky, sikur që është projekti i jetës shkollimi, martesa, krijimi i familjes. Këto janë projekte të jetës. Le të jetë projekti i jetës në agjendën tonë kujdesi për jetim. Nuk ka qenë mendoj, nuk ka qenë në asnjë kohë më lehtë se sot mu kujdes për jetimin. Nuk ka pas kohë, ose nuk ka kohëra që është përshkru, më lehtë se sot në këtë kohë, unë e definova me një kafe ditore. Nuk thash ekstra me pagu një kafe. Thash, viq le e mangu një kafe, edhe në fund të muajit domethënë e sigurojmë për kujdesin për një jetim, e krejt këto shpërblime që tham të vinë, edhe në këtë botë mirësit, edhe në botën tjetër, dhe kështu vëllezër rregullohet edhe mirëqenia jonë sociale. Jeta jonë, shoqëria jonë, ndrysh është ne kur kujdesemi për një jetim, që e njohmi gjuhën, e njohmi traditën, ndrysh është me ardh dikush jashtë, i cili nuk e njeh traditën tonë, gjuhën tonë, kulturën tonë, e pastaj po sjellin edhe gjëra që nuk janë edhe tona. Lutim Allahun e Madhreshëm që të na bëjmë prej tyre që të kujdesemi për jetimet, të duam jetimet, të çmojmë jetimet dhe të çmojmë të gjithë ata që kanë nevojë për kujdesin tonë. Zoti ju shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah rabbil alamin.